Sot bëhen 8 vite që nga nënshkrimi i marrëveshjes së Prespës. Pikërisht në këtë ditë më 17 qershor të vitit 2018, Shkupi dhe Athina i dhanë fund mosmarrëveshjes së gjatë midis dy vendeve. Nënshkrimi u organizua në fshatin e vogël Nivitësit në brigjet e liçenit të Prespës. Marrëveshja u nënshkrua nga ministrat e jashtëm të atëhershëm të Maqedonisë dhe Greqisë, Nikola Dimitrov dhe Nikos Kocias, në prani të kryeministrave të atëhershëm Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras. Ndërmjetësit në negociata, Matthew Nimitz, ish komisionerët europian për zgjedhim, Johannes Hahn, ish përfaqësues të lartë të BE-s për punë të jashtme dhe politikë të sigurisë, Federica Mogherini dhe zyrtarëve të tjerë të lartë ndërkombëtar, si dhe përfaqësuesve të dy vendeve. 8 muaj pas nënshkrimit, marrëveshja u ratifikua në Parlamentin e Maqedonisë dhe Parlamentin grek, ku më 12 shkurt 2019 marrëveshja hyri zyrtarisht në fuqi dhe Republika e Maqedonisë u Republika e Maqedonisë së Veriut. Shtetësia u bë maqedonase, qytetare e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe gjuha maqedonase. Ndërkaq, marrëveshja u prit me protesta nga të dyja anët e kufirit dhe në vend u mbajt një referendumi pasuksesshëm, i ndjekur nga pyetja a jeni pro antarësimit në BE dhe NATO, duke pranuar marrëveshjen midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë. Vetëm 36.91% e votuesve votuan në referendum, nga të cilët 91.47% ishin pro dhe 5.64% ishin kundër. Një numër i madh qytetarësh në atë kohë deklaruan se do ta bojkotonin referendumin. Gjatë periudhës së referendumit u vu re një fushatë e madhe ndërkombëtare me një numër të madh udhëheqësish shtetesh dhe udhëheqësish të BE-s, që i bën thirrje popullit maqedonas të binte dakord për ndryshimin e emrit dhe premtuan të fillonin negociatat me Unionin, gjë që nuk ka ndodhur deri më sot. Marrëveshja de facto i mundësoi Greqisë të mos vinte veton ndaj pranimit të Maqedonisë në NATO dhe u zotua të mos vinte veton as ndaj pranimit të Maqedonisë së Veriut në BE.